Në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi qeli punimet e saj konferenca shkencore ndërkombëtare me temë Albanologjia dhe Mërgata, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Qendra Studimeve Albanologjike. Në fjalën hapëse, rektori i universitetit Tonin Xhuraj vlerësoi rëndësinë e kësaj konferencë si një hap i mëtejshëm në forcimin e kërkimit shkencor dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Punimet e paraqitura dëshmojnë një orientim drejt qasjeve analitike që vendosin albanologjinë në marrëdhënie me proceset historike, migratore dhe ndërkulturore. Studimet mbi traditat arbëreshe, mbi format e shumëgjuhësisë dhe mbi dinamikat e diasporës bashkëkohore, artikulojnë një vijimësi të ndërmjetësuar ku kujtesa funksionon si strukturë prodhuese dhe mekanizmi i ndërtimit të identitetit. Drejtuesja e Qendrës së Studimeve Albanologjike Zamira Shkreli theksoi nevojën për thellimin e studimeve mbi raportin mes albanologjisë dhe diasporës shqiptare. Historikisht, diaspora nuk ka qenë vetëm një mjedis i mbijetesës materiale, por mbi të gjitha një valtër e driqshme e përsjatjes ku gjua, historia dhe vetdia kombëtare u kultivuan si mjetet pohimit të qenies sonë përballë trusnisë mbyse të tjetërsimit që dikton globalizmi i sotëm. Punimet e konferencës do të vijojnë edhe gjatë ditës së premte, ku janë parashikuar sesione paralele në ambientet e bibliotekës shkencore.